do të ketë herë të keqe, thotë do të çuditen gjithë njerëzit. Çka bova ki? Ç'është kjo qelpsejnë e madhe? Ç'është kjo qelpsejnë e madhe? Edhe këtë do thonë është personi për cilin na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që do të ringjallët siç ka qenë pishëm, edhe atë ditë do të ngjallët pishëm. Do të ketë erën më të keqe. Erën më të keqe që ka njeriu në ditën e ringjalljes. Çfarë do i ndodhi? Wallahi 40 ditë ati që dehet nuk i pranohet më namazi. Ma inshallah them që mos të ketë nata që falin 5 kohë namaz dhe pinë alkool. Se janë shumë larg njëna me tjetrën. Edhe unë them që kur e shifni që atje bëhet gjaku mes pazaret, jo vetëm këtë herë, po me 100 herë janë bo. Me 100 herë. Ati ndodhe bile se vazhdimisht i jep të ka i tek rakijet i policit që ishtë në rrugë. Se krejt e pinë. Krejt me i tek rakij ke për shtyp dynjon. Edhe ka ardhi ka ra këti policit që ushqen dhe me alkohol çdo ditë, ky person i ka ra në vetë ati, sa të dush, dhonat sigur dhe. E majti me rakijet, jesë vazhdo, tha shkil ka të mund është. Pa patent, pa frena, pa asgjë, edhe vjej bjet njëjtit policën e futin tokë. Pse kështu është? Kështu është. Dy palet i themin e dhami i qenit, bige mishi i derrët. 2 palet janë bashkuke e keqa. Pra hajde më xhaxha këtu herë të që i pata këto fëmijë. A e ke alkoolin shpejt? Pse e shate që ka pi? Pse e sha? E në vetë e saj e. Ke pi në herë? Pse e sha i moralin? Ke baj moralitet në herë vetë? Mëse shaj ma. Jam pëndu. Ke pages. Ke gjina. I e bon shkak. Pra, akoma ma keq kur shqitet o vëllezër. Akoma ma keq. Se vetëm tata masa e ke fundos me fundos, po të shte fundos edhe tjerë, edhe kretë gjinofën atyre dhe të pagushte. Ku ka ma jashtë binar shmose ti të kesh pi i qoftë edhe i gokë të vetme në familje. Bashkëshortja jote të njëjtë, ata do të regjistroj se ti jetë gjallë. Qëtë gotë që ti ke pijet në familje, si i loje në trafiki edhe në familje. Ma keq. Do të bëjt e të pri lek. E kom pa unë të e raf gruja të porin edhe. Kishte pi, shora i kishte pështu këtu në përbrek. Zdi gjo. Zdi e si gjo. Ka prek sistemin nervor, sistemin kërësor, sistem që s'dohet asë gjo në bot me përjashtim këti sistemin. Mës me pas është asë gjo, tronin e ke e mirë. Mës me hec me gjuj, hec me karros, krejt mirë. Amo, ka presh kjo, ka presh gjitha. O zot, në eruj menin. Balë kur, su drejte, copash. Ati, futë e bia ja shoqë atë. Apo tjetri, thasata dej, thaj, i pashtra familjen, të i marë grunë, të të shiku, imi i knajtë sana, valla, ku knajtë? Me qa knajtë? Pra, kur një gjejmë dhe shofim që kom pa, unë elhamdulillah prej Zotit, them o Zot, largoje gjithë dashurët mi, largoje, jo me pa hajer për e saj, pse Allahu në rujtë ne do vejmë me lek i herë për dënim e vlezër, ba shumë e ronë. Thot, Allahu gjeleshër, me lekve, qka përmesni? Filan në fshat ati. Ata i thonë Allahu gjeleshër, për shofim i njerit mirë ati. Adhurosi madhë. Ma ata ta fillori, thonë, ma ta adhurosi, me hoqë. Pse? O Zot, se din me lek, ata që din Allahu gjeleshër. Thot, nuk ju ka skuq fitera, thot, kur i ka pa, duke e bon këtë keqe. E pse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush të besoj Allahun dhe ditën e gjykimit, mastrejas në tavolin kushtrohet alkooli. Pse? Ka bërim fitni. E ne vallahi, kjo që po më tregonte se ai që po më tregonte për fëmijën që do ta bëjmë dikush thënë jetë, t'ja mësoj dhe se burni ka duhoni edhe alkooli. E ne e ka vënë pistolet në brez 16 vjeç. A e dini ku është? Pasha Allahun është në burg. Të shi që po flasim bashkë. 16 vjeç. Me pistolet në brez, alkoolin, dohonin,
armët më të rrezikshme. Shko se e ke dje. E kush e ka fajnë? E fajnë të, baba, nona, ju dy që ju e qudë atje. Ju e qudë atje. Inshallah them, o Zot, largoje gjithë besimtarëve të mi, dhe gjithë besimtarëve të kudo që janë nëpër botë, Allahu t'i largojë nga imoraliteti, nga alkooli, nga biçozi, nga falli, e gjitha nga kamata këto veprat e këqija që me gjithmonë janë smundje e kësaj shoqërie. Sot për ne janë shthur, për ne kanë lënë edhe i shkojnë drejt degradimit, vetëm për shkakun e këtyre veprave, për të cilat Allahu thotë min ameli shejtan. Këto janë nga veprat e shejtanit mallkuar, dhe them o Zot, na largone. Allahu ja Rabbi, asaj familje i dhar durim inshallah, edhe ato fëmijë qofshin lule prej luleve të xhenetit, edhe të gjithë ato që u kanë Zoti inshallah u jep qetësi në familje, edhe na i ruajt edhe të gjithë dashurit tonë.